Pristina!
Përshëndes të ndëruar shikues, drejt për së drejtin nga palestra sportive në kryeqytet, pra Pallati i Rinisë së Sportit. Për pak qaste do të filloj ndeshja e dytë e serisë gjysmëfinale të play-offit në mes të Sikal Prishtinës e Trepçës. Ishin Mitrovicësit ata që triumfuan në ndeshjen e parë të zhvilluar në Minatori me shifrat 80-65. Sot kryeqytetasit synojnë që triumfojnë për parazuar serinë dhe për të mbajtur gjallë shpresën për një vend në finale. Duhet teksuar të ndëruar shikuese në ndeshjen e parë të zhvilluar në Mitrovic, tek Trepça më efikasi ishte Koton me 21 pikë, 5 kërcime, 6 asistime, Majers luajti me 19 pikë, e 2 peshë në kërcime, asistime në anën tjetër tek Sikal Prishtina. Donte Clark, ky që përshit në ekranet tuaj ishte fantastik. 19 pikë, 3 asistime, një top i vjetër me 15 pikë luajti Davis, e cili shtoi edhe 2 kërcime, një asistim e një top të vjetër. Sot në përbërje Sikal Prishtina i ka këta lojtarë, ndërkohë po shohim edhe trajnerin në kryeqytetas. Për pak qase do të shohim edhe rosterin e Sikal Prishtinës, po shohim Sheqiri, Shosha, Ismaili, Klak, Rugova, Davis, Mahal Bashic, Lek Ndreja i Binqe, Nësikor, Janjeva e Olin Carter. Tani do të shohim edhe përbërjen e Trepçës. Gashi, Hunter, Green, Tuna, Medut, Junior, Tmusi, Qajrisi, Majer, Sferati, Kastrati, Koton e Dardan Kapiti. Ambienti është shumë i mirë në kryeqytet, atmosferë elektrizuese, njëjtë sikurse në Minatori. Ndeshjen e parë të zhvilluar në Mitrovic, asnjë ekses ndëruar shikues, anim perfekti tifozëve Mitrovicas në krye Torcitit edhe sot. Shpresojmë që të kemi një spektakël të vërtet të basketbollit. Tani për pak qaste do të shohim edhe pasë startuese, fillimisht himni kombëtar. Tani do t'i shohim edhe peshët startuese tek të dyja skuadrat. Shohim Clark, Mahal Bashic, Lek Ndreja, Nësikor e Janjeva. Do t'jenë ata që do të startojnë tek Sikal Prishtina, ndërsa peshja startuese e Trepçës përbohet nga Michael Green, Tuna, Irisi, Majers e Koton. Gjithçka është gati të ndëruar shikues për edhe një spektakël të basketbollit ton. Jemi duke parë pra pas ndeshjeve të para të serisë gjysmëfinale, bashkimi në avantazh ndaj PS1, sikurse Trepça ndaj Sikal Prishtinës. Me këto emocione që sjell basketbolli ynë, tashmë është e ditur se ku mund t'i përjetoni të ndëruar shikues. Në platformën më të madhe në vend, në platformën Art Motion. Gjithçka është gati. Edhe një El Clasico e basketbollit kosovar. Ja ku është Beqiragic, trajneri skuadrës Trepçës, e në anën tjetër trajner i Prishtinës është Olmos. Kjo përballje do të drejtohet nga Yilmaz e Sakaci, Zeki Yilmaz e Inal Yilmaz. Are shkoj
A do parazohet seria në fakt, apo Trepça do shkoj në e përsi prej 2-0 në këtë gjysmëfinale mbetet të shihet. E tani mund të numërojmë sekonda deri në startin e spektaklit në Pallatin e Rinisë së Sporteve në El Klasiko e basketbollit kosovar. Sigal Prishtina Trepça nis përballja. Aksioni i parë është i vendosve. Daniel Lekndreaj nuk ishte në formë në përballjen e parë të zhvilluar në Minatori. Donte Clark. Zikor. Me këto atje Koton, por jo dhe dalë aksionin. Lekndreaj për Zikor. Muhamet Ali Janjeva, skoshen nga distanca. Kap topin Ajrisi. Michael Green. Shohem. Topi do të vazhdoj të jetë në pronësinë e Trepçës. Michael Green e gjen tunën të lirë. Edhe njerë Michael Green ka pasur paraqitje fantastike në disa ndeshje për Mitrovicasit. Hajrizi, topët gjuajtja, shpëton topin Koton. Edhe njerë Koton. Myers. Mbrojtje fantastike në Zikor. Por atje tuna që ndalë Donte Clarkun. Donte Clark. Bukur për Zikor, i dirë provon nga distanca. Tresheti. Nis për mrekulli duelin Sigal Prishtina. Koton. Koton deri në fund shkon, nuk ka shënim, kap topin Mahal Bashic. Lekndreaj. Zikor, gabon Daniel Lekndreaj, niset Koton. Dekele Koton për Myers, i cili provon dhe realizon 3-2 rezultati. Michael Myers, ka ndërhyrje të palejueshme, është dyshe Myers. E Green më falni. Ishte presioni i tij dhe i Myers në avantazh Trepça. E knashur me presionin e Michael Green, Adis Beqiragic. Shojmë në njerë momentin e pak më parë Shabi insistoj atje Green. Rriti që të shënoj. Në avantazh Trepça, 4-3 rezultati. Rizgoja me Janjevën. Mahal Bashic. Mahal Bashic për Donte Clark. Mahal Bashic. Mahal Bashic insiston atje, pasimi për Janjevën. Zikor pranon pasimin. Daniel Lekndreaj nga distanca, s'ka shënim. Topin e tjetë për Trepçën. Dekele Koton. Michael Green. Michael Green ka pozita qëndrore gjuar është Tresheti. Në 7-3 rezultatin të mirë të mysafirve. Një seri prej 7-0 e Trepçës. Janjeva. Ka ndërhyrje të palejueshme nga Michael Green. 7 minuta e 7 sekunda loj. Ka mbetur në këtë qerek të parë.
Vjen e zhurit me lira Gjanjeva, i vetmi që ka realizuar pikë deri tash tek Sikal Prishtina është Nzikor. Treshe time startuar për balja, Gjanjeva realizon nga tentimi i parë. Edhe herën e dytë ka shënuar. 7-5 rezultatin në favorin e ekipit Musafir. Michael Green. Hajrize. Michael Green. Tuna. Lirë është Tekele Koton. Hajrize. Në njerë në mbulim të Drilon Hajrizi po Albashic. Lukton Drilon Hajrizi Koton. Gjëtje Koton e kërkon Majersin. Mirë po topi do tjetë për Sikal Prishtinën. Donte Clark për Nzikor. Edhe njerë Clark. Gjanjeva për Clark. Mohamed Ali Gjanjeva nga Kondi Provence, ka shënim për 3. Topi do tjetë për Trepçan. Vetët 7-5 rezultati. Mohamed Ali Gjanjeva në ndeshjen e parë të zhvilluar në Mitrovica realizoi 8 pikë, shtoi 3 kërcime. Edu Junior për Tekele Koton. Hajrize. Nuk ka hapësirë që të gjë për 3 me të gjenë. Provon, nuk ka shënim. Lu për top. I takon Trepçës. Fal insistimit Michael Myers. Tuna. Tekele Koton ka distanca gjuas. Ka shënim. E të qojmë këndëryrjet pa regullt. S'pak i qetë trajneri Olmos. Tvej topin e loj Medut Junior. Myers. Tekele Koton. Medut Junior. Myers. Tuna për Drezhuan, nuk ka shënim. Blokua në momentin e gjojtjes Tuna. Albashic, fol në fazën e sulmit. Minuta 30 sekonda. Lojë mbetur në çerekun e parë, 7-5 rezultati vazhdon të jetë në përsi Trepça. Hajrize. Tekele Koton. Medut Junior. E gjenë të lirë Hajrizin, Tekele Koton, depërton, Mikaele Tmusic, nuk ka treshe as nga Tmusici. Aksionin në anën tjetër, Nzikor. Lek Ndrejaj, Gjanjeva gjuan, as Mohamed Ali Gjanjeva nuk qëlloj efikasitetin topët në fazën e sulmit ka të dyja skuadrat. Michael Myers, i lirë atje, arrin që të realizoj. Plus 4 për Trepçë, 9-5 rezultati. Nzikor gjuan, s'ka shënim, kap topin Myers. Michael Myers, Medut Junior, Mikaele Tmusic. Edhe njerë Myers. Michael Myers, tentimi me tabela rinë që të realizoj.
Michael Myers. Në kotër e 6 pikëve është. Ja tani marrin topin sërish mysafirët Medut Junior. Ka ndërhyrje të palejueshme. Po t'i kuadron e lojë. Carter e Davis tek Sigal Prishtina, ndërsa Hunter e Kastrati tek Trepça. Megjithatë kemi time-out. Josh Pick, Myers, Pass, Green, këta janë realizuesit e deri tanishëm tek Trepça, ndërsa te Sigal Prishtina, Zekor e Janjeva kanë arritur që të realizojnë. Pos që u takuan në kuadrat të Superligës, të skuadrat të ndëruar shikues, u takuan edhe në Superkup dhe Kupën e Kosovës për këtë edicion. Pallavaqimet në mes Sigal Prishtinës e Trepçës, sigurisht që ngjallin interes të papërshkrueshëm tek tifozët e basketbollit. Interesimi edhe sonte është jashtëzakonshëm, me siguri jemi në transmetim direkt edhe në ambientet tuaja të ndëruar shikues, ju që jeni duke na përcjellur drejt për së drejti. U dërgojmë përshëndetje të ngrohta nga palestra sportive apo pallati i rinisë sporteve në kryeqytet. 3:58 lojë vetur në çerekun e parë, 11-5 rezultati në të mirë të zetarëve. Kemi të ndëruar shikues skuadra që arrin 3 fitore në këtë seri atë do të gjindet në finalen e madhe të këtij edicioni. Michael Green 5 pikë të dy, ka dhe 2 ndërhyrje të parregullta. Medut Junior në vjerë gjuajtjeve të lira. Sak në tentimin e parë Medut Junior. Pika e pare Medut Juniorit në ndeshje. Terën e dytë Isak poshtu. 13-5 rezultati. Hunter e Kastrati në lojë. Largohet dritën në izje poshtu edhe Medut Junior. Davis. U kështu dobi tek Mahal Bashic. Rojtje fort atje Myers, mirë po ka ndërhyrje të parregull me gjasë faulli ishte i Kastratit. Topin e lojë Jordan Davis. Në ndeshjen e kaluar luajti me 15 pikë. Rojtje mirë e mysafirëve nisë Tekele Koton. Tekele Koton për Myers. Mikailet Music, Erion Kastrati provon nga distanca. Ska shënim. Kop topin Jordan Davis. Davis, Janjeva. Holding counter për Jordan Davis. Jordan Davis i saktë është. Risha të realizoj 2 pikësh. Pikët e para të tij në ndeshje.
13-7 rezultati për Mysafirët. Tekele Koton. Mikailet Vusic. Majers. Përbale ka Mahal Bashi që në të shojmë shumë duele në mesyre gjatë këti ballavaqimi. Ka ndërhyrje të parregullt. Edhe po shojmë. Mitën e pak më pashëm, Jordan Davis dhe foldin e shkaktuar nga Tekele Koton. Edhe kapiti të tjerë në lojë. Largohet Kastrati, po ashtu rikthehet në parket edhe Medut Junior. 2:32 ka mbetur lojë në këtë çerek të parë. 2 gjuajtje të lira për Jordan Davis, era e parë që gjendet në këtë pozitë. Saktë në tendimin e parë, në fakt vetëm Janjeva ishte në vijën e gjuajtjeve të lira tek Sigal Prishtina deri tash. E tani është rrodha e Jordan Davisit. Pasakna, gjuajtjen e dytë larg Kërceu, Tekele Koton. Pasimi për Medut Junior. Medut Junior. Tekele Koton. Tekele Koton për Mikailet Vusic që domën gjuajtja i vëmendshëm kapiti. Koton. Tekele Koton për Mikailet Vusic, distancë e largët, mirë po. Kjo nuk i pengon në reprezentuesit kosovar që të realizoj 3 pikësh. 16-8 në fakt rezultati. Ka ndërhyrje të parregullt. 8 pikë avantazh për Mysafirët. E përsia më e lartë në ndeshje. Dalje Lekëndrejaj në vjen e gjuajtjeve të lira. Shumë dobët luajti në ndeshjen e parë në Minatori kësaj radhe. Tentimi i parë i gabuar. Asnjë pikë nuk e shënoi në Minatori. Sa bëri 5 kërcime, 1 asistim e vodi 3 topa. I pasaktë dhe gjuajtjen e dytë Daniel Lekëndrejaj. Aktualisht totalisht jashtë forme, pasi e dyshim Medut Junior. Mikailet Vusic. Semi Hunter. Pasimi mirë për Medut Junior, i cili provon nga distanca. Treshe e Medut Junior. 18-8 rezultati. Jordan Davis. Olin Carter. Mahal Bashi. Carter. Tentimi i tij nga një pozitë pak e volitshme, mirë po arrin që të shënoj. Treshja e dytë për Sigal Prishtina me këtë përballje, ndërsa Mitrovicasit 3 pikësha i kanë shënuar deri tash. Në sekondat e minutës së fundit në çerekun e parë, 9 pikë avantazh për xetarët. Tej topin e loj, Olin Carter. Mahal Bashi. Mahal Bashi. Ja tani Jordan Davis, i saktë është. Nëntëmbëdhjetë, 12. Shaset e fundit të çerekut e parë. Medut Junior gjuan. Mirë po është ndalur. Ka foul shkaktuar. Dy pikë realizojnë në ndeshjen e parë. Jon Ismaili
Tekele Kotoni sakt është në gjuhëtin e parë të lirë. Figurat e njohura të pranishëm në Palatin e Rimizës Sporteve në krye qytet për përcjellur nga afër El Klasiko e basketbollit kosovar. Njëzët e një me 12 plus 9 Trepça. Gjojtje e pasak nga Kartër, nisët Koton. Tekele Koton, Medut Junior për 3, s'ka shënim. Mber topin të Musici, vëmençëm. Njerë Tekele Koton. Një Tekele Koton. E cili gjuan atje dhe shënon për mbi Jordan Davisin, arriti që të realizoj ka ndërhyrje të paregullt nga Medut Junior. 5 sekunda lojë mbetur në këtë çerek të parë. Gjell Sheqiri do të inkuadrohet në lojë. Jordan Davis në vjen e gjojtjeve të lira, 5 pikë ka në total. Isak në gjojtjen e parë. Pika 6 Jordan Davis. Edhe dy duke realizuar vetëm me 6 pikë. S'ka shumë kohë këtu, Tekele Koton distanca e largët, provon. Shënoi edhe këtu mbyllën 10 minutat e para të përballjes, 23-13. Rezultati në favorin e Trepçës. Trepça e cila pati avantazh deri në plus 11 gjatë pjesëlojës së parë. Sa Prishtina vetëm njerë ishte në përsi në start të duelit pas ati shënimi për tren nga Zikor. E më pas gjithë shka shkoj në favorin e minatorve. Vejtari më efikas tek Trepça është Myers me 6 pikë nga 5 pikë i kanë shtuar Michael Green e Medut Junior. Në anën tjetër te Sikal Prishtina 6 pikë i ka Jordan Davis më efikasi. 3 të tjera i ka realizuar Zikor. Sa për këtë treshëve të ndëruar shikues, 1-3 pikë është shënuar nga Sikal Prishtina, vetëm 25% saktësi, 4 tentime i patën, përsa Trepça për 3 qëllojnë nga 12 tentime, po ashtu saktësi vetëm 25% nga vija gjujeve të lira. 8-4 Trepça, 50% saktësi, ndërsa skuadra në fakt Prishtina pasi Trepça 4 herë kanë tentuar, 4 herë kanë qëlluar 100% të sakt. Nga vija gjojtjeve të lira në kërcime 13 mysafirët, vetëm 4 vendosin në asistime, 3 asistime Sikal Prishtina, 4 Trepça në topat e humbur, 4 i kanë mysafirët, 6 vendosit, topat vjedhur 2 Sikal Prishtina, ndërsa Trepça 4 për 2 pikë, 6-5 në fakt Trepça, po 83% saktësi, ndërsa Sikal Prishtina për 2 pikë, 5-3, po 60% të saktë. Do të startoj Qeriku i dyti valajim, ndërkohë regjia është duke nëjdo me efikasët në mënyrë grafike. Medut Junior starton Qeriku i dytë. Kapiti Mikailet Music për 3 provon edhe njerë Isak. Mikailet Music edhe njerë qëllon nga distanca e largët. 26 me 13, plus 13 kanë mysafirët. Donte Clark. Rugova. Donte Clark. Jordan Davis.
Jordan Davis rrotullohet atje, s'ka hapësirë, provon me siren, nuk ka shënim, mjaft mirë në mbrojtje. Reagoi Trepça. Medut Junior. Do të që të apdohen për të Music i moment shumë. Davis, Donte Clark, ka ndërhyrje të parregullt nga Medut Junior. Faulli dytë për Medut Juniorin. Shojmë njerë momentin e shënimit të trishës nga Music. Nga pozita identike, po duhet se realizoj 2 herë. Donte Clark. Sheqiri. Clark për Rukovën. Jordan Davis. Jordan Davis ka ndërhyrje të parregullt. Faulli është tek Lekoton. Është personalja numër 2 për ta. Bëhet gati që të rikthehet në lojë Michael Green. Clark. Tentim e gabuar sërish, tjetër aksioni uqur nga panasit. Michael Green për të Musicin, Medut Junior. Po në fazën e sulmit 26-13 në 8 minuta 30 sekunda. Lojë mbetur në pjesën e parë. Clark. Donte Clark. Carter. Ka ndërhyrje të parregullt nga Musici. Mikhail Music largohet me personale numër 2, rikthehet në lojë Tuna, largohet Medut Junior. Carter. Sheqiri. Për plasja atje. Shojmë njerë të duetë mes të Tunës e Dion Sheqirit. Largohet kapiti, rikthehet në lojë Michael Myers. Apo jo, do të qëndroj në lojë kapiti. Do të ndryshon mendim. Adnis Beqirakishi e mba në lojë Hunterin. 26-13. Carter. Sheqiri për Rukovën. Jordan Davis. Donte Clark. Donte Clark provon nga distanca. S'ka shënim. Rikëtën dobi në brënësin e vendosve. Twis Rukova. Donte Clark. Donte Clark, dysheti. Në fund realizojnë Krye Qytetasit. 26-15 rezultati. Nës 11 avantazhi Trepçës. Hunter. Michael Green, Tuna, Michael Green. Ja, Michael Green dybishohet. Arrin që të pasoj për Tunën i cili gjuan, distanca e largët. Skashen i Myers i vëmendshëm. Duel për topë, mba në prënsi Myers. Prova nuk ka shënim mirë, po është ndërhyrje pa rregullt.
jo sportive për Fisnik Rrugovën. Drejt gjyre dhe lira për Michael Green. Pasak në tentimin e parë. Myers tani do të zhuaj dyher nga vija gjyre dhe lira. Do parën pas teknikës. Ekzekutoi Michael Green. Myers rikëthen topin në pronësi edhe pse gabojnë nga zhuajtja e lirë. Michael Myers për Mikaile Tmusic, i cili nuk realizon kësaj radhe. Donte Clark, çfarë pasimi mirë atje, nuk ka pikë. I pat Jordan Davis. 27-15. Michael Green. Myers, bukur atje, realizon me gabim personal. Shkohet edhe Michael Myers. E djerë përshojmë momentin e aksionit të fundit. Shënimi Myers dhe reagimi i tij në Dion Sheqirin. Donte Clark. Allen Carter për tresh gjuajtja. Sërish nuk ka pik. Merë topin Rrugova. Donte Clark. Skoshën e më po me gabim personal. Është vështirë që ndalet në momentin kur ndes motorin. Donte Clark njëjtë ishte edhe në përballjen e kaluar në Mitrovic, mirë po edhe në çerek finale ndaj vllazësimit. Eloj do të rikthehet Kapiti. Pak në pashëm për u prek rjeta. Ja, Clark i sakt, është 3 pika aksioni fundit i Sigal Prishtinës. Kemi Zoncen. Cotton rikthehet në lojë, largohet Tuna. Michael Green. Ndiqet nga Allen Carter. Ndërhyrje pa rregullt. Cotton. Semi Kanter për 3. Skoshën e më kap topin Kapiti. Michael Green ka distanca zhuajtja, sërish nuk ka pik. Merë topin Allen Carter. Allen Carter provon në shtreshë ti.
përfundoi aksionin me Treshe. 29-21 plus 8 avantazhi i Trepshës. Mitrovica si që patën e bërsin deri në plus 14. Rezultati momental në këtë qerek të dytë është 9-5 në favorin e Sigal Prishtinës. Pik tani ka Alin Carter, ndërsa më efikasi tek Sigal Prishtina mbetet Jordan Davis. E në anën tjetër tek Trepsha 9 pik Michael Myers, lojtari më produktiv. 6 ka pushtuar Tmusici, i cili ka realizuar 2 herë nga distanca. Avjo bukur sigurisht të ndëruar shikues. Këti Voklushi që është duke shijuar nga afër El Klasikun e basketbollit kosovar. Pas 32 lojë mbetur në pjesën e parë. Njës aksioni ri me Mikaile Tmusicin. Hajrize. Tërta kapiti. Michael Green i lirë, provon për 3. Realizon Michael Green. Tet pik të Greenit. 32-21 rezultatin në favorin e Trepshës, plus 11 kanë avantazh Mitrovicasit. Donte Clark. Fisnik Rugova provon nga distanca. Edhe Fisnik Rugova shënon. 32-24. Efikasitet i lartë në këto qase nga distanca. Si nga njëra poshtë dhe skuadra tjetër. Ka ndërhyrje të parregullt në Hajrizin. Ta shohim edhe njerë. Ndërhyrja e Fis Rugovës. 2 gjojnë dhe lira për Drilon Hajrizin. 4-42. Lojë mbetur në pjesën e parë. E sak në gjojnë në parë të lirë Hajrizi, pika e pare ti sonde. Edhe herën e dytë të realizon. 34-24, 4-42. Lojë mbetur në 20 minutin e parë të përballjes. Donte Clark, Malbashic. Donte Clark, Lek Ndrejaj. Malbashic. Daniel Lek Ndrejaj. Ska shumë kohë për këtë aksion. Gjojtja domet e Malbashicit. Tomi do tjetë për Mitrovicasit. Hajrize. Autori e 2 pikve deri tash. Basin topin mysafirët. Fisnik Rugova nuk ka shënim. A topi përmendon tek Michael Green, aksionin në anën tjetër. Michael Green për Mikaile Tmusic, i cili nuk realizon. Kundërshton tani nga Sigal Prishtina. Clark deri në fund. Fantastik depërtimi. Aksion huqje, më pas aksion shërim nga Clark për 26-34. 3 minuta 46 sekonda. Lojë mbetur në pjesën e parë. Njerë po shohim
shënimin e pak më pashëm Olin Carter, përse mundua kapiti, nuk arriti që të ndalë. Njëzet e 6-34. Rezultati momental në çerejkun e dytë është 13-11 në favorin e Sigal Prishtinës, ndërkohë çerejku i parë mbyll 23-13 për Trefshën. Tvosic për Michael Green. Green, Tvosic. Ajrizi. Drelon Ajrizi në halën e kundër provoi që të realizojë, është fauluar nga Fis Rugova. Fisi që ngarkohet me personale numër 2. Drelon Ajrizi deri tash ka terrorizuar 2 pikë, të dyja nga kjo pozit, pra nga vija quajtjeve të lira. I sakt në tentimin e parë. Njëzet e 6-35. 4 pikë nga Drelon Ajrizi. 36-26 plus 10 për mysafirët. Largohet Musiqi, rikthehet Kastrati. Donte Clark do t'jetë në vjerë gjuajtjeve të lira. Donte Clark, i cili deri tash i ka realizuar 5 pikë, nga pika e 6 të tij. Ka shtuar edhe kjo asistime, një kërcim Donte Clark. Ka shënim në topin Cotton, me njerë pasimi për Michael Green. Drelon Ajrizi. Drelon Ajrizi lufton për top. Riktheh në pronësi, Dekele Cotton për 3. Ka shënim. Lisa Donte Clark. Donte Clark. Ja, tentimi nga Carter. I pasak Lek Ndrejaj nuk realizon. Apo pikët janë pranuar. Tërire para kohës e kapitit. 29-36-2-54. Lojë mbetur në pjesën e parë. Michael Green. Olin Carter ofërti. Onier Green. E kryon hapësirën, provon, s'ka shënim, topi. Por mundon e duart e Mal Bashic. Donte Clark i shpejt, arrin që të kombinoj me Lek Ndrejajn. E cili më në fund realizon. Janë pikën e para të Shkodranit në këtë ballavashim dhe në këto 2 ndeshje sa janë filluar të kësaj serie të play-offit. 31-38 ndërhyrje në Cotton. E pam shënimin e Daniel Lek Ndrejajt. Cotton shënoi, ka të drejtën të një gjuajtje të lirë.
I saktë është Tekele Koton. 7 pikë të tje. 31-39. Lek Ndrejaj për Mahal Bashic. Gjanjeva, Donte Clark. Rashid Mahal Bashic. Lek Ndrejaj. Arrin që të kombinoj me Olin Carter. Olin Carter gjuan. I pasakt. Nisë Tekele Koton. Ajrize. Për ti Carter. Erion Kastrati për Michael Green. Michael Green provon me tabel, s'ka shënim. Topi është i vendasve. Nisë Donte Clark. Donte Clark ka fol në fazën e sulmit. Ndryrja në Tekele Koton. 80 sekundë do mbetur në pjesën e parë. Këqërek momentalisht është Sikal Prishtinës e dëruar shikues 18-16.Ërsa Qereku i parë u takoj në Sapirbe 23-13. Jemi në finisht të 20 minuta të para. 8 pika përsi për Cetarët. Kaltër e bardhët që janë në ndjekje të rezultatit që pas e përsis prej 3-0 me filluar përbalja pas ati shërimit të Nzikor. Kastrati për Michael Green, Erion Kastrati, Tekele Koton. Tekele Koton për Hajrizin, Dartan Kapiti. Fantastik pasimi, pa fat Kapiti, nuk përmbyllet me sukses. Aksion spektakolari Mitrovicasve. Jordan Davis për Mohamed Ali, Janjeva. 3 pikësh nga Janjeva, 5 pikë në total. 5 plus për Trepshën. Shaset e fundit të pjesës e parë. Michael Green. Michael Green për Ajrizin. Drillon Ajrizi, pozita e vështirë, nuk realizon mirë, po shënon me siren Erion Kastrati. 34-41. Është kjo do tjetë aksione e fundit. Ose nuk do tjetë kohë për aksion tjetër nëse shkon deri në fund. Ka ndryrje të paregullt. Është fauluar Patlin Shoshaj. Cili do gjendet në vijën e gjuajtjeve të lira. Sak në gjuajtjen e parë të lirë, Shoshaj sa po inkuadrua në lojë. 35-41 rezultati. Edhe erën e dytë realizon Shoshaj. Sekondat e fundit të pjesës së parë, Michael Green. Michael Green provon edhe nuk ka shënim. Mbyllet pjesa e parë, 36-41 në favorin e Trepçës, tek e cila lojtari më efikas është Myers me 9.8, ka Michael Green e 7. Koton në anën tjetër tek Sikal Prishtina. Dy lojtarët më efikas janë Lek Ndrejaj e Carter me nga 7 pikë secili. Dhe teksohet faktit të ndëruar shikuese në pjesën e parë Trepça arriti avantazh deri në plus 14, ndërsa
e përsia më e lartë si gal të vështirë si ishte në +3, e përsia arritur në start duelit kur realizoi treshe në Sikor, kështu që pas 20 minutave të para, 34-41, shkoa e pauzës të ndëruar shikues, pas disa minutave pushim do të rikthehemi sërish bashk në transmetim të drejt për drejt nga Pallati i Sporteve në kryeqytet për përcjellur edhe pjesën e dytë.